Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në emisionin ton Udhëtim. Jemi në edicionin e 13 të këtij emisioni. Sonte kemi një të ftuar të veçantë. Është një prind i 3 vajzave, që ka bërë 3 dasma në 3 kontinente. Një koincidencë e bukur e këtij trekëndshi barabrinjës. I ftuari sonte është zoti Lek Miraj. Profesor, mirë se erdhe në këtë emision. Mirë se u gjeta, e mbarësi emisionit tuaj të titulluar kaq bukur me kaq aromë, kënaqësie e mirë kuptimi, udhëtim. Ja bukur. Titullin e këtij emisioni me të ftuarin e sotëm e kemi titulluar Një jetë me sportin. Pasi vetë personazhi i ftuari Lek Miraj është një emër me kontribut të spikatur në Lezhë dhe jo vetëm në lëvizjen sportive të Lezhës dhe mëtej. Është një emër që ka një koincidencë tjetër që për afro gjysmë shekulli do të thoja unë, ka kontribut në medjen e shkruar me kronikat e sportit në Lezhë, të klubit shumë sportës Beslidhja. Atëherë, profesor, do ta fillojmë si e përjetoni këtë periudhë teksa kujtoni vitet e kaluara. Se vitet tuaja kanë nesur në moshë, por ti mbetesh ende një atlet, do të thojon. Faleminderit. Një kënaqësi, tamam siç keni dhe ju vetë titullin e këtij emisioni, tamam një udhëtim i gjatë, shumë i këndshëm, në shërbim të njerëzve sportdashtë të televizion, që më ka dhënë kënaqësinë më të madhe vazhdimisht në gjithë vëmendarinë time drejtuese, si mësues, si drejtues, edhe si shok i tyre njëkohësisht. Ju keni ushtruar një sër funksionesh, po themi ne, gjatë kohës tuaj. I keni ushtruar pothuajse të gjitha. Keni qenë mësues në fshatra, në disa fshatra të Lezhës, keni qenë mësues në qytetin e Lezhës, keni drejtuar klubin shumë sportës, dhe ndërkohë nuk keni lënë sëreshturi pas informacionit, pas medjes. Do të doja që dija fillesat tuaja në raport së pari si mësimdhënës ose si mësues i edukimit fizik. Dhe sa e rëndësishme ka qenë edukimi fizik në kohën që ju e keni ushtruar si mësues. Fillimet si mësues i edukimit fizik i kam në vitin 1969. Masi marrova shkollën e lartë dhe kursin 6 mujor të zbojit ushtrak i Kapastan atëherë kanë rregull. Kam filluar shkollën nëntëvjeçare Ballëren. Mos e mori viti shkollor në gusht, merë dhe emërimi, se si të ardha las asë emërimet, dhe në shkollën e mesme Hidayet Lezhë. Aty kam punu 7 vjetë. Aty kam një kënaqësi më të madhe të jetës, duke punuar e duke provuar punën me të rit, punën me nxënësin. Nga nxënës 11 vjetë në gjimnas, shkova koleg me mësues të mi, mësues i edukimit fizik. Një kënaqësi, njëkohësisht dhe satisfaksion. Shumë i madh. Sa duket viti i parë ka qenë, ju keni qenë ende në rolin e nxënësit. Ashtu nuk është vetë, sepse ishte edhe vetë drejtori i Markvuj, i cili kishte punuar që klasë parë, klasë 4 punë. Edhe e ishte drejtor. Pastaj ushtuan mësuesit edhe në pasuron, edhe ata mësuan mu, edhe unë bëna koleg me ta, duke mësu nga ta, për me mësu unë të tjertë. Për audiencën që në ndjekin, i ndjeri Markvuj ka qenë themelusi i gjimnazit dhe ka punuar për gjithë kohën e mësimdhënies tek gjimnazi. Ndoshta do të ishte me vend për autoritetet vendore që emri i atij gjimnazi të ketë emrin e Markvujt, pasi e fisnikron, e rrit në emër dhe në përfaqësim. Cili do të ishte mendimi juaj, profesor? Shumë i merituar. Një propozim që për mua do të ishte bërë me kohë, po me që ju për e thoni tani,
konkretisht, unë I vlerësoj edhe propozimin tuaj, por them edhe fjalën që ai është njeriu, ose si thënë mësuesi I mësuesve. Ai ka mësuar të gjithë brezat e të fëmijëve Lezion. Për një periudhë afro një dekade, mbi 10 vjet ju keni qenë kryetari I Komitetit të Fiskulturës së Rrethit, ashtu ka qenë në mbërtesa asaj kohe. Dhe gjatë kësaj periudhe, puna juaj ose komiteti që ju keni drejtuar ka patur, ose Lezhë ka patur arritje të caktuara, arritje që nuk ishin bërë më përpara. Cila ka qenë metoda juaj e punës dhe qelsi që ju keni gjetur për të patur sukses? Me gjitha herën kur shkova në vitin 1976, e gjeta rrugën të hapur. Pararendësit tuaj kush kanë qenë? Pararendësit e mi ishte Bran Golemi I pari, pastaj Anton Mana. Ishin dy kuadro që punon me pasion edhe e zgjerun lëvizjen fiskultore sportive edhe cilësinë e mësimdhënies në rrethin tonë. Pra gjeta një rrugë të hapur. Por ishte e vështirë pastaj për ta zgjeruar rrugën, për ta shtruar, për ta bërë më zgjerë, që edukimi fizik të zënë të vendin e merituar në shkolla së pari, pastaj cilësia sportive në rrethin tonë të zhvillohesh dhe të este krahas rrethave të tjera se kishte mundësi, kishte talentet, kishte fëmijë, kishte të rinj, të cilët ishin shumë pasionuar mas sportit dhe mas edukimit fizik. Spari, qëllimi kryesor I imi, kur shkova me atë knaqësinë kuptohet, edhe I ri ishte në atë kohë, po për të përkushtuar zhvillimit të sportit cilësor në Lezhë. Ekipet ishin pak a shumë ishte në disa ekipe të ngritura. Pra kishte ardhur momenti nga masivizimi I sportit tek cilësia. Cilësia. Edhe mirë po për ta zhvilluar këtë cilësi sportive duheshin njerëzit, duheshin mësuesit. Në atë kohë ishte shumë pak mësues, sepse të profilizuar për sportin, për edukimin fizik, sepse Anton Vana para nesh ishte Naime Dervishi, mas sa ishim ne dy. Pra Lezhë në atë kohë kishte 2 për mësues fillestar. Pastaj ushtun mjaft, jo mjaft, po ushtun shumë mësues të edukimit fizik, qoftë nga Tirana, qoftë Lezhën. Edhe për të zhvilluar këtë cilësi sportive, duhet një bazë materiale. Kishte shkollat, kishin shkollat, po. Qyteti vetë kishte një stadium, një aneks. Tjetër, s'kishte as për volejbolin, as për basketbolin. Kishte një sallë gjimnastike që ishte adaptuar, ka kanë stacion elektrik që furnizohesh Lezhë me energji elektrike përpara, edhe këtu një sallë gjimnastike ku ne fushim fëmijët gjatë ndihmëve të gjatë kohës së keqe. Shkollat kishin përgjithsisht ishin pa terrene sportive. Duhet edhe shkollat pa ishin me terrene sportive. Kishin vendet, po s'ishin ndërtuar terrene sportive. Pra, spari, fushata ishte për të ndërtuar terrene sportive. Infrastrukturë. Aty ku do të përgatiten. Ku do të përgatiten, ku do bësh ora mësimit, do të zhvillosh ora mësimit, ku fëmijët do të luanin, do të zhvilloheshin fizikisht. Sipas programit përkas që kishte lëshuar Ministria e Arsimit në atë kohë. Ndërkohë vitet ecin dhe emrat e sportistëve të dalluar në sporte të ndryshme filluan të dalin tashmë nga Lezhë. Spari ishte futbolli kryesori për Lezhën. Dhe më popullori. Më popullori, edhe vinte nga emri fitore e vitit 69, 68 si unë rrua babaslidhje, edhe Cuf Pelimu është ai që I vuni themelet I pari në Lezhë për të dhënë aromen edhe freskin e një loje futbolli me koncept. Një organizim të futbollit klasik të kohës, sepse përpara Cufit në futboll është luajtur Lezhë që është në vitin 30, por fusi konceptin e ri të lojës futbollit dhe organizimit të lojës dhe siç jo për vetëm teknikisht, se lojtarët teknikisht ishin pak a shumë përgatitur, se ishin nga ekipet të ri, nga Shkodra që nga kanë ardhur nga një më shumë, por
të zhvillohesh ma tepër ana taktike e neshjeve të futbollit. Edhe Cufi për këtë punë ka një mëri të veçantë drejt pas se ai ka është laga jeta, por respekti për atë dhe puna e tij duhet vlerësuar. Ka meritën që e themelojnë në mënyrë shkencore. Futin frymën shkencore në zhvillimin e futbollit. Dhe rezultatet nuk vonuan. Kemi parasysh atë plejat futbollistësh me Vasil Bicin, e Gjergj Filipin, e Paulin Dedën, e Nikolin Lorencin, në base harrojnë ndonjë, por i keni kujtesën sepse keni qenë më afër tyre. Ekipi erdhi duke përmirësuar, duke njohur përveç të ardhurit nga Shkodra, edhe nga Tirana, se ishim mësues të fizik që ishin marrur në shkollën atje, por kryesisht venasit. Ishin Gjergj Voga, Zim Hasku, lutem por, ishte titullar, jo vetëm titullar, por ishte një portier që me nivel është bërë kapitan skuadrë shumë herët. Shumë, që 16 vjeç. Që 16 vjeç. Sa 16 vjeç ka fut me lujt, pastaj u bë shpejt kapitan skuadrë, jo 16 ka filluar me lujt në port. Këtë i ri fare. Gjolin Gjega, Paulin Deda, Vasil Bici, Eduard Karamajtas, kishim Il Zhejanin, kishim Pandush Palokën. S'kena shku të fëmijë është në sulm, pastaj talenti i Lezjan, njeriu që për mua ai kishte lind për futboll. Në periudhë të Femiramës ose Furdjes, siç është njohur, Furdja, Farruku dhe Toska ishin zbulimet jashtë Tiranës, mos gaboj. Po. Edhe Furdja kishte bën një emër fal talentit të tij të driblimit, të befasisë. Futbollisti që s'di gjë se ku po të shko, ku po del, ku po shënon. I befasishëm. Talent në përdorimin e topit, i rrallë. Në më të mirë në atë kohë ka dojtë dytë po, edhe kur frymë ka dojtë parë, ai u dallu në kjo anë. Shumë mëca janë gjendur keq për ballë tij, më thonë të drejtën. Pas ishin vetë cilësit individuale të tia, po ndërkohë edhe, si që thamë, edhe puna e trenerit. Ndikimi i trenerit, që Felingu të ndjere me radhë. Shumica e shumica apo mesfushorët e futbollistat punonin për fëmijët, sepse duke ditë aftësit, fëmijët duhet nxjerrën në atë pozicion që i shkonte atij. Ikjet pas krave, dribblimet në qendër. Gjergj Filipi, në krahun e majt, fëmijën në qendër, ishte i kompletuar me ekipi. Klubi Beslidhjes presor që të mos anojmë, ose të përpiqim të japim aq sa mundemi pjesën e tyre, ka patur edhe sporte tjera të zhvilluara. Për shembull atletika, qitja, noti. Atletika filloi të zhvillohet sa po mbaruam se është specialist atletike. Sa edhe filluam me atletikën, me emruan montan e atletikës, kam punuar 3-4 vjet. Pastaj shumë të futbollit s'ka rëndësi, po atletika ishte baza e Lezhës. Ka të dhëna, kishte 3 të cilët i kanë nga natyra të dhënat fizike për të përballuar garat e atletikës. Munën e kam gjithë të ngritur, një ekip cilësor që atëherë me emër në Shqipëri. Ishte Zeftoma, ishte Gjedatoma që ishin, atë erdhi dhe Zukmolla nga Tirana që morë shkollën, dhe kishe mbursa cilësor, më thonë drejtë. Por Zuku pastaj u bën shumë shpejt trajner, edhe e çoi cilësinë e mundjes të Lezhë, është merita e Zukmollës. Nazmi Mollës, Zuku e njohim ne. Zuku flasim me ashtu se njohim ne, se paka shumë me Lezhën po flasim. Dhe Zuku ka pas një meritë veçantë për zhvillimin cilësor të mundjes në Lezhë. Sepse vetë, kur ishte mund se ka qenë me Tiranën edhe më kur i kam qenë unë student, ishte teknikisht shumë lartë. Edhe pruni frymën e teknikës, pruni mjeshtrinë e kapjeve, se ishin përpara, po ishin të varfër në kapjet cilësore që qoshin në fitore. Prandaj Sami Deda, mund të përmend Qelarifin, Lëshmaku ka një mundësi nga Raboshta, Ben Kola. Ishte Ben Kola, do ta them në fund. Se aja është mjeshtri i mjeshtrave. Mjeshtri. Është talent tamam qysh fëmijë. Bashkë me Vitorin, po Vitori ishte pak më. Ai
ka ba emër, jo vetëm në Shqipëri, po në arenën ndërkombëtare, ka kanë fitues, ka pru diploma, ka pru tituj në lezhë. Në djenin time, ju falë punës tuaj, ndoshta në pak rrethe ka ngjarë kjo, për të mos thënë se ndoshta lezhë është e vetme, arritët që ta shkëpusit sportin në, po themi ne, në sektor më vete. Jo, me fjalë, ndoshta nuk jam i qartë në terminologji, por Pas 4 vjetëve në vitin 1980, masi kisha fitu edhe i farë kredijet në institucionet e larta, sepse fliste vetë cilësia, se filloj futbolli, u zhvillu notin e kishim, atletika, filloj në rezultate veta, gjimnastika e vajzave ishte në kadurit parë që shheret që kam gjeton, në imja ishte para meje. Edhe kërkova një shef klubi, se isha vetëm. Isha, si e thot jo vetë, me 3 funksione. Edhe përfundimisht ma miratur për që klubit, edhe pastaj u kriju institucion të mamë në vete, me llogarim vete, me numër llogarie, me administratë, me specialistë. U shput nga arsimi, se ishte mbashtit arsimit, u ba institucion veti, kishte përgjegjësin e klubit, që u vendos në Çukaj, ma tepër për të themeluar bazën materiale e cila mungon nga Lezhë. Edhe ishte një punëtor, një njeri i përkushtuar, ishte një njeri korrekt, i njishte ekipet mazdreke, në është nuk i njishte nga nga qësuar, pa ma pjesëmarrja e sportistëve, trajnerëve, organizimi, baza materiale, terrene sportive, ai, me thonë, drejtën i ka qenisë në Lezhë. U bonë 3 fusha futbollit, një të klasë sportive, një të gurët, edhe aneksi. 3 fusha? 3 fusha futbollit, klasë sportive kishte fushën e vetë, ekipi të rrive kishte fushën e vetë, ekipi të rrive kishte fushën e vetë. Po themi ne në ato hapat e cilësor, s'po themi revolucionarizim, se na tingëllon jo dhe aq mirë për shkak të terminologjisë, të kthimit të lëvizjes sportive nga masive në cilësi. Ndërkohë që të mos harrojmë se jemi diku në vitet 70-80 dhe kishim dhe pak koncepte, kishim dhe, mi fjalë, nuk ishte dhe aq klima e përshtatshme, si keni arritur që të dilni nga ky, po themi ne, rreth vicioz. Këtë më rriti unë e lam mësuesit të edukimit fizik edhe trajnerëve, më thonë drejtën. Ata ishin ata që i prezilshin, që i afroshin, që i trajtoshin, që i edukoshin, edhe futën dashurin për sportin, sepse fëmijët e kanë dashurin, por ama duhet kultivu. Duhet centralizu fut në kanalet e sportit të cilin ushtronte. Futbolli ka tjera kërkesa, volejbolli ka tjera, atletika ka tjetër, mundja ka tjetër, noti ka tjetër, ciklizmi ka tjetër, sepse ne u hapëm dhe me ciklizmin, notin e kishim në Shëngjin, Anton Vanër, Lëndërreza Gavanin, ekipet e notit. Pra ishim me 6 sporte, konkuroshim kategorinë e parë. Në kategorinë e parë, Superliga e sotës, më fjalë. Pa, kishim apërsisht 30 sportistë cilësorë të cilës trajtoshin me sipas vendimeve të qeverisë kohës. Nga i herë kishin edhe rrogën, kur ishim kategorinë parë, kishin edhe një rrogë që merrshin pranë klubit sportit. Një rrogë merrshin të ndërmarrja, një rrogë merrshin tek ne, edhe plotësoshin një të ardhur të mirë. Presoj në hyrje të vogël këtu. Është bërë mirë se Lezhë ka një shkollë profesionale muzike. Atu ta kishte dhe disa klasa sportive. Ka pas. Ne kemi pas klasa sportive. Keni patur? Ne kemi patur klasa sportive në futboll, të formuar vajzat, gjimnastik, djem futboll klasa. Ja, qenë klasë 3 fillore. Qenë klasë 3 fillore deri në klasën e 8. Klasën e 8. Pastaj në klasën e 8 të gjithë këto fëmijë futboll dashë edhe fëmijë që kishin marrë klasës për të futbollit. Konkuroshin edhe kena stimulu me e kena qunë shkollën e mishtisë sportive në Durrësit. Atjetër, ata vazhdoshin karrierën e tyre. Pastaj karrierën e tyre. Po, vajzat shkoshin të shkollën e mishtisë të gjimnastikës. Në Tiranë? Në Tiranë. Edhe ato ishin kontingente që pasi marroshin shkollën e mesme, vazhdoshin shkollën e lartë edhe vishin
Jo vetëm sportiste, po vishin trajnerë. Pra të Edhe brenda një 4-5 vjeçari, Lesha ka pas trajnerë gjimnastike të zampë, mua të gjimnastika me që kemi llafë aty, 4-5 trajnerë me shkollë të lartë, sportiste Të specializuara, edhe një nga ato mjeshtër e sportit që është Melita Reçi, që është mësuese në Shëngjin. Dhe gjimnastika ka qenë parësore për vajza. Futbollit është se konkretisht po merrem në futbollin qik. Se klasat sportive vazhdoshin, ata që mbaroshin në shkollën e mesme, atje shumica shkoshin në shkollë të lartë. në shkollë lartë, në institutin e Edhe i ka futbollit. qelluar që kur ishte Vasil Bici trajner, të vishin 5-4 sa ekipi i Lezhës kishte mbështetje, kishte 19 futbollista, Vasil Bici vesh në dilemë këtë marrë jashtë, aman Për formacion. 15 lejosh me dalë me udhëtu jashtë. Aman profesor ta marrë dhe një, aman se s'u dalon këtë. Para stimulote. Herë merrte një, që plotësote të gjithë mos krijoshin medje. Edhe aktivizote, domthon Hasan Roja ka filluar në stol, por kur u fut zuri vend pastaj. Zuri vend pastaj. Pra u bën lufta e mërshme mes ekipit për të zonë një vend në formacion. Por që dha produkt. E që e nxiti dhe doli produkti, doli vetë, se në vitin të dhenon pastaj të regojnë rezultate, se doli në gjashën më të mirë Shqipërisë. E nuk është pak për një qytet të vogël si Lezhë, aso kohë, se tani Lezhë është bërë madhe. Dhe merita i metet trajnerit Vasil Bici, që vazhdoi atë rrugën e trajnerit që ishte trajneri i tij, Sopelimu, edhe po futi konceptin e bashkohor të futbollit. Nëse Cufi e futi futbollin në organizim të lojës futbollit, Vasil Bici futi konceptin e lojës element 3, elementet e kohës, se moroi edhe kursin për trajner, përveç shkollës lartë, përveç se futbollist, pra kompletu. Për pos lojës fizike, futi dhe lojën inteligjente. Aftësitë individuale të çdo Po lojtari. ati ti që kishte edhe elementin. Edhe element. Edhe aftësitë kishte, u kombinuan bashkë. Profesor Vasil Bici meritoni përshëndetje edhe nga unë, sepse është i vetmi, është kryetrajneri Lezhën, do të thoja unë, sepse ka arritur të jetë në zëvendës trajneri kombëtarës. Ajo u bë trampolin pastaj, rezultati i futis në 5-6 ekipet e parë të Shqipërisë, ishte trampolin aty për shku një trajner në ekipit kombëtar. Dhe shto këtu ka lënë dhe trashëgimin Ditmar Bicaj, është një trajner i suksesshëm i kategorisë parë. Vjetë ka qenë në Burrell, si vjetë në Shënlushje, meriton vërtet një përshëndetje. Basketbolli ka patur vatër, edhe për para, dhe tani ka shpërthyer basketbolli. Se më ka qellu dhe mu me lutë basketbol me ekipin e Lezhës edhe student, kam lutë një vjetë. Dhe zbulu dhe një sa tjetër, pas ka qenë dhe basketbolist kjo. I vit, ishte fillimi. Edhe basketbolli në Lezhë ka fillu në Varam, trajner. Nja 2 vjetë ka dojë dytë, pastaj edhe Kaset Koreli, lujtje vetë, pastaj u ba trajner, e futi një vit, basketbolli në Lezhë në ka dojë parë, ka konkurur në ka dojë parë. Të kuptohet që pa përvoj, pa eksperience, pa fush, pa palestër, pa zjarën vetëm jashtë të qymyri i stadiumit, ku ishte fusha. Por, konkurët densisht, mori një hovë, aq sa ishte për të marë, po mjaftën që u bën larmi, u bën disa sporte cilësore në Lezhë. Po nuk janë pak 6 sporte në kategorinë e parë? Po, e tha për gjimnastikën. Sot basketbolli, profesor i Lezhës, ka kaluar në elitën e ekipeve të Shqipërisë. Është fitues i kampionatit, fitues i kupës, i superkupës. Për mendimin tim, kjo është merita e kryetarit bashkisë edhe trajnerit, për mua. Sa një fund, sa kam një fund. Trajneri ishtë basketboliste. Tani është pedagog në Universitetet e Sporteve. Me një bagazh teknik, shkencor, me shkencor të kos. Të avancuar, por i kanë kriju edhe elementit. Se kjo është merita kryetarit bashkisë, ka gjithë... Në fakt janë mbledh një grumbull biznesmenësh në djenjim time, dhe e rëndësishme është që fanela e Besligës, ose skuadra Besligës, përfaqësohet dënësisht në ligën superior. Dhe dënësisht
në 3-4 vjet në titull radhazi, edhe të pa poshtën për mua. Ata janë parë ka kriju diferencë. për mua në Shqipëri ata bajnë art. Është ekipi i vetëm për mua, për mendimin tim personal, që ata kanë kthyer tamam në atë artin e të luajturit basketboll në vendet pranimore. Nuk luan kukush si lërë futboll. Është basketboll se ma bëmë në futboll. Ndërkohë i thonë që gjuha shkon ku dhëmballa, një analogji me futboll. Ekipi Beslidhjes prej vitesh ka lënkuar, domethënë, dhe shikohet një trit tjetër, shikohet një organizim tjetër. Si vjet, nuk e di sa djeni keni ju, por është organizuar me presidencë të re, janë rikthyer uniformat tradicionale të Beslidhjes, është bën një grup lojtarësh cilësor. Edhe trajneri për mua është një trajner Elvis Plori, është një trajner por presidenca Spari, bashkëpunim me kryetarin e bashkisë me bashkinë, fillimi është shumë i marrë. Dhe besoj, po me ata që kam pa, e që kam lexuar, që kam dëgjuar dhe nga ju, besoj që ka për të bërë kthesën, do hyrë, do futet kategoria e parë, aty ku mbajton aty. Ai më të më lart, po kategoria e parë është hapi i parë. Mos e hapi i dytë më vonë. Ju jeni specialisti i dytë që deklaroni kështu. Besnik Duli, trajneri i Velecikut, ka thënë, Beslidhja ka dalë. Për mua është ekipi më i përgatitur. Sepse ashtu siç dhe ju, ndoshta s'e keni dëgjuar profesor Besnikun, por jo, s'e kam dëgjuar. Investimi që ka bë klubi, bashkëpunimi, lojtar cilësor, Beslidhja bila e tha, lodhen kot skuadra të tjera se Beslidhja ka dalë kategori të hapi radhës është dalja në me nuk duhet më ngut shumë, po mes me kom tok, është të mirë. Premisat janë të mira. Janë të mira. Janë të mira dhe kur është mbështetja, premisat rregullojnë më kollaj ku ka mbështetjen. 1930 rreth 95 vite klubi Beslidhja, rreth gjysmën e më shumë i keni jetë në simbiozë me klubin. Ndoshta jeni i vetëm në këtë korrelacion. Çfarë do të thotë kjo? Është fat. Se në fakt unë në matematikë nuk jam dhe shumë, por nga protokollitë e mia të shpejta më dolin kështu, pra më shumë se një gjysmë shekulli. Po. Që e keni shoqëruar klubin Beslidhja. Me emocione, me ankth, me fitore, me humbje. Kam kalu shumë vite me kënaqësinë e drejtimit të sportit përgjithësi, por futbolli është i veçantë. Shiko, futbolli me fitore Beslidhjes jashtë ishte fest në Lezhë, na pritesh autobusi i futbollistave me ku të vinë me ovacione fest. Ose ndeshjet në Lezhë mushishin rrugët e qytetit plot. Me orkestër, me këngë gjatë gjithë rrugës, pejtë dhe ka më përtej drejtë në stadium, duke kënu, duke zonë, kishtë vende saktum, kishte burnonë me nëshu. Sa herë më kanë ardhë, se shkotër në kushërit atje, në zëtë vendet, e kishtë saktum. O aty, tanë kohën, mbështetje, dajre, klarinet, prezimonik, mbështetje të ekipit. Mirë kjo, se ishte pak, po, ma dhëtë ndeshja, pilote diskutimi, pastaj si lujtëm, si s'lujtëm, me kja kena rrallë tjetër, gjithë java shkote për me menu të gjithë tifozat, mirë se institucionet të këshin dëtyrë, po tifoz lajku. Të boshin analizën e ndeshjes, në gjdo në rëmarje, ditër e aune... Ishte kryfjan, për në leni, në azareshtë të pas të kjo të mirë ati ku ashtë. Më thosë se të ba shaka, më le po do të pa punë, më që të ba. Një po se thashtë, të rrinë vetë pa punë, se ka njëjën e vetë që i nëzitë me dashtë atë fanelën e Beslidhjes, se ka peshë, fanelën e Beslidhjes ka kriju peshë, gjatë me vite, vit mas viti. Edhe, më thonë drejtën, për dashtë e Lezhan do të thonë dhe i cilësit veçanë që për gjatë gjithë kohës që kam qenë aty dhe ka luajt futbol në Lezhë dhe jashtë, nuk është një incident në
stadiumin e Lezhës. Është tifozëri e zjarë, por tifozëri e edukuar. Shumë e edukuar. Shkodra zënë vend parë, por për mas Shkodrës as Lezhë. Edhe në Lezhë luhet futboll. Luhet futboll, edhe se nga smon kërkush. Një herë ka ndodhur incident shumë i vogël në qoshtë të stadiumit ande nga jugu, edhe kishin ardhur tifozë shkodranë se po luheshin me Vllaznin. Dhe shkojmë policia, shefi policisë, më thët atje, të që është puna. Thash, s'është fajtuar si Lezhjan. Lezhjanët janë rregull. Ka një nga smim nga një që ka ardhur pak i deshëm, shkoje, takoje të edhe, marrë, punë një shumë, asgjë fare. Po është një popull shumë sportdash, shumë i kulturuar, edhe është për mua shëmbullor. Unë kam shëdit gjithë stadiumet e Shqipërisë, por si Shkodër, si Lezhë. Profesor, në natyrë, dukeni dhe jeni natyrë e qetë, komunikoni në mënyrë etike, a ka ndodhur ndonjëherë të dilni nga kuadrati dhe të bëni me nerv? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë s'u ka ndodhur. Interesant. Sepse nuk e kam pa, kam pas një veti, përveçse ishte drejtuar se ishte i lidhur me sportin, po kur se kam pas pasionin në ekstrem. Kur? Pra e keni kontrolluar nivelin e pasionit, të entuziazmit? Vazhdimisht, e kam kontrolluar. I kam bërë qëllim vetes. Shiko, në qoftë se unë do të bëj një veprim, atëherë Lezhë ka marru. Sepse, po aq don, po pa mua atje se shiko. Me thonë drejtën Sarusini e këta njoftin gjithë, po. Kam qenë shumë i afrushëm me njerëzit. Nuk e paraloshin ata që të bëgasfotë dikush mua. Që ose unë basha i pari, ose iniciatori me dhonë një shenjë të tillë, ata do hjëshin mojtën time edhe pa drejt. Edhe pa të drejt. Tanej, kjo ka qenë... Profesor, përpos mësuesisë, përpos drejtimit, ju keni qenë ose jeni marrë edhe me studime të mirëfillta shkencore? Keni bërë studime shkencore, keni bërë shkrime shkencore, me institute prestigjioze, asa koha tani është bërë Universiteti i Sporteve. Universiteti i Sporteve është do të drejtohemi me atë emër që ka. Dhe kjo ka fillu kur kam qenë student, ditën e fundit. Kam pas një profesor, një Minella Kapo, që më jepte një lanë, edhe ja ishte kryetari i Federatës Shqiptare të Atletikës. Kishim me bërë një studim për atletikën sot edhe perspektivë, me morin futin grupin e punës, se ku di unë. Kishte parë disa cilësisa, duket? Kishte parë disa, sepse ishte në një studentët më të mirë të kohës, atje, mesetare 9.2 kam marrë. Edhe me mori. Mirë po, mu ba mikrop. Pse? Jerës pari që më besoj e mori atje, unë isha një Lezhjan, një Tiranë si ishim me... Ishim me 10, po themin e... Edhe morin panti, bam studimin, më hyrin gjak mu, kërkoshe literaturë, mërëja literaturë, erdha këtu në Lezhë, banej erdha në vendin e duhur. Në gjimnazi, i Lezhës ishte laboratori i shkencor për mua, për arsimin. Mu e la markvujt meritet e ti që me afroj, që më stimuloj, që më nëziti për të u marrë me këtë punë. Në kuadrë të gjithë punë shkencore që bashkë atje, edhe mu më djepës detyra e veçantë për me vallë një temë të tillë. Unë i përkushtosha shumë, nxjesha literaturën, bashkë temën, referosha, më kjo u zgjodh tema ime më shkollën në konferencë kombëtare të studime shkencore, edhe atje marrum, ajo votu, marrë kam vazhdu rregullisht, kam qenë bashkëpunëtor i jashtëm i sektorit shkencor të Universitetit të Sporteve, kam qenë bashkëpunëtor, po në largoja tani. Bashkëpunëtor i jashtëm. I Institutit Studime Pedagogjike, edhe në buletinet e institutit. Periodike që kishte tani herë një mujt apo unë ka 2 materiale në vit i qoshëm. Sepse shkoja atje në seminare, kishim profesorët e Universitetit Sporteve, ata kishin provojë, kishin shku seminare jashtë, na prishin gjëra të reja. Ndryshote komplet koncepti i zhvillimit të edukimit fizik me metodat të reja, për ta pa nxënësin jo vetëm objekt
me dhanë njëri, po dhe subjekt si të vetë ushtrohet ta me fut dashurin për lanën, me fut dashurin për sportin, për aktivitetet. Ju jeni profesor dhe autor i një libri, Po, pastaj, Nxënësi dhe edukimi fizik. po, gjatë kësaj, Që për mua është një manual, është i qelës, është gjithçka për në fushën e sportit. po mbështetur ato literaturë, ato që merdja, që studioja, që shifja, edhe gjatë gjithë viteve që kam punu në drejtim të arsimit, ose në përshkolla, në bashkëpunim me mësues edukimit fizik, i jepsa këto njëri që merren me atje përpunoshim, edhe shifsa rezultatat. Në bazë të rezultateve kam marrë qëllime vazhdimisht, dhe në bazë të qëllime në fund, kur para 4 vjet para se më dalë pension, jam ulë kam marrë librin. Po e kisha shënimet e gashtë. Librin e kisha rënë mend, po e kisha shkruar, kisha materialet gati. Edhe ditët që kam dalë në pension, ja kam dhëruar gjithë mësuesve edukimit fizik në një kopje, ta kenë nga unë, ajo ishte puna atyre jo ime. Unë vetë kisha grumbullu, përpunu, edhe bën një libër që t'i metet mësuesit e edukimit fizik si Një koincidencë e bukur, profesor, djali im që është në Universitet të Sporteve, ndoshta ky është ndër librat e parë që ka lexuar, dhe mbas se aty është kriju ngjizja. Se djalin fillimisht e kam patur te shkolla e muzikës. Ndjes pas tek Sokol Vuka. Atëherë u merrshin me fjalu, u shifshin fëmijët se ku i kanë prirët dhe ka qenë në klorinet. Mirë, po pasi mbaroi atë, filloi ndoshta, po them unë, ndoshta, se duhet ta theksoj dhe këtë se ndjes pas Sokol Vuka pa të krijuar një orkestër frymore të nxënësve të shkollës, të muzikës. Dhe kanë performuar 2-3 vite. Në atë orkestër është djali im pjesë e saj dhe meriton edhe i ndjeri Sokol Vuka, meriton një falënderim për kontributin në dhënë në fushën e tij. Koncepti edukimit fizik ka dhe shumë, nësi kur kemi qenë ne. Edukimi fizik është Tani sot, si e shef orën e një edukimi fizik? Se edukimi fizik është bërë 3 herë në javë. është bërë 3 herë në javë dhe kanë palestra. Dhe të mos harroj tani bazë materiale ka, a është ai përkushtimi ose meraku? Tu ka mësues që kanë merakun, ka dhe nxënës që kanë merakun, por Ka dhe të kundërt e këtyre. ky i ka prish punë shumë. Telefoni celular është Në të kohë vujshim për me gjithë e lanë pushimi i fëmijët se ishin shumë ngarkum, nësa sot janë pushim e të vujmë për me nxjerr në bë aktivitete sportive dhe më zhvillu fizikisht. Ju vini në një familje fisnike nga Selca, Balqis Madhe, me 2 emra të spikatur, Agjen Klement dhe Hillmiraj. Shkurt. 2 fjalë shkurt. S'du me hynë shumë të kjo, se me bomba ne protagonistën të punë, po unë vi nga 2 prindër të varfër nga ana ekonomike, po shumë pasur shpirtërisht, me thënë drejtën. Baba ka marrë shkollën e mesme në Shkodër, ka qenë me shkollë, me kulturë e tjera tjera. Por ka qenë Jetim po, edhe por ju shtu dhe këto cenet biografike. Nikun tek ne familje e tyre. Por vazhdimisht është diskutu, është në familjen tonë vetëm shkollimi. Edhe kena pas fatin, me gjithë se fështirë kuptohet e punë, po mu shkollu me të formatona. Një sang jo fort e lehtë shkollimi. Sa ka ndikuar bashortja juaj tek profili i profesor Lek Miraj? Shiko, për mua është gjithçka, sepse fëmijët e mi, vajzat e mia, 3 vajzat e mia,
janë në rritë e saj, në edukim, në rritë e pëse, unë kam qenë rrugash, me të thonë drejtë, me i ratë drejtë. Rrugash, pa i ditë pushim, çdo djele ishe në ultim, çdo ditë mazite ishte të ekipet, çdo ditë ishte të aktiviteti, edhe ajo është ajo që ka përballu jetën familjare. Përballu edhe prindërit e mi, edhe vëllezërit e mi, derisa u shpërbam kështu u ndam pastaj në pjesë të ndryshme. Gradualisht më erdhe tek pyetja që unë në fakt nuk e harrova, e lançova në fillim. Lek Miraj prindi 3 vajza që ka bërë 3 dasma në 3 kontinente. Do të doja telegrafisht ezaurimin e tyre 3 gjërave, ti 3 këndshi. Fare shkurt. Vajza madhe marrë shkollën për gjuhë të huaja, për italisht, u dashuru, bëm dasmën në Balsoshe në Zadrimor. Pra, në Shqipëri, Balsor, Zadrimor, bashkum, bëm kryu familje të rejtë të mrekullueshme për mua. Mos gaboj, Gasperi është kolegimin profesor, është agronom? Po. Nga Zadrima, Gasper Milot. Gasper Milot, nga Milot e Blenishtit. Vajza e dytë e filloi në universitetin këtu dhe u mërzit se ishte vitin 87 kur studionte, edhe aplikoi, shkoi marrë shkollën e lartë në Amerikë dhe u dashuru, u shkollu, u punësu edhe krijoi familje në Amerikë. Dasmën e kena marrë në Indi. Në Indi. Se ishte indiana amerikane, me traditën e indianëve. Indianë. Dhe kam përjetu një prallore, ka që mund të thotë më tepër se ishte kam rambet. Vajza e tretë, vajza e dytë mori vajzën e tretë atje në shkollë në Amerikë, shkollë edhe tretë atje. Edhe ajo marroi shkollën e lartë, u punësu, u dashuru, edhe bam dasmën në Amerikë me Amerikanin tash. Ai ishte indian, ky ishte amerikan, ti tjetër shqiptar, 3 dhënra në 3 kontinente, 3 dasma në 3 kontinente. Gjatë bisedës më the se kam diçka të veçantë për kolegun tim zotin Agustin Cini. Tash me që nuk e preke shumë gjatë kohës që unë kam punu ka një shërbiz e molle me qenë kroniste me shkruar në gazetë. Sepse me së lëpës, me copletër, shkruj, vrapot e posta, zërë, nebi numërin, pritë sikur po të delë numërin, jepësha bërën golemi që ishte, po të dhejtë pastë, që ishte dhejtu, si ku dhejtë regulojnë dëzhurni, ku dhejtë zotirë që shkosë është të dëzhurni. Kam shku të dëzhurni, rishta shkrusha aty shkrimin, ose informacionin që jepësha profesor Ismet Bellos, shkosha në shpi, shkrusha dhe shkrimin për me e qurë të gazeta Sporti Shqiptar, derisa në orën 5, takoja Agustin Cin Barinin me fugonin e me që shkote me studenta shdo me gjithë, edhe në orën 5 jepësha zarfin, më mendon të Ministria Arsimit të dëzhurni. Pra, është kontribusi numër 1 për mua, që unë kam arrit të kem bashkëpunim me Gazetën Sporti Shqiptar. Sepse ishte pa mundun. Agustini pas janë herët i lidhur me median. I pas ka patur tipare të kultivura, duke në rastore. Agustini e merte me shqipar, se që kam shkruar. Se pritësh me shumë interesim Gazeta Sporti Shqiptar, dita e martën atë kohë. Vinte të martën. Zeshtë rralla atë kur ishte vitu, kuptohet. Të nderuar miq, si pa ndjerë emisionit toni erdhi fundi, duhet falenderoj profesor Lek Mirajn. Falenderit profesor që ndatë me ne këtë udhtim përmes viteve, kujtesve, njerëzve, ato aq sa mund. Në konceptin tim, ju jeni një shembull i një jete të ndershme, të përkushtuar dhe të urtë, thënë ndryshe, jeni një model për brezat që do të vinë. Në emër të emisionit udhtim, ju urojmë shëndet, frymëzim dhe dashuri të pashtershme për sportin dhe për njeriu. Faleminderit ju që mbët pjesë të udhtimit ose të emisionit tuaj me këtë emër kaq të bukur. Unë e admiroj këtë emër, më thonë të drejtën, sikur e kam dëgjuar, unë jam është diçka bukur. Bëjmë me di audiencën, se po vim edhe unë bashkë me kolegun tim zotin Agustin, duke dalë, si e themi, që të gjitha bashkëbisedimet drejt për drejti
do të kthehen të pjesura në personazhe në një libër që të dalë me fjalë sipas rast pas rasti. E kam konceptuar që do të jetë me 12 personazhe, libri i parë NVM me 12. Ishte kënaqësi ky bashkëbisedim me profesorin dhe kolegun tim për të rritë diçka vetes. Duhet vlerësoj këtë iniciativën që thotë. Në fakt, profesorin e kam patur udhërfyes dhe mentor në fillesat e transmetimit në Radio Tirana. Ka qenë një mision i vështirë, por falë dhe profesor Lekës, profesor Marashsalit dhe kolegëve të tjerë të sportit, unë jam ndjerë si ti shembiri Leshës, edhe pse vija nga një rreth tjetër siç është Mirdita. Deri në udhëtimin e ardhshëm, mirupafshim dhe faleminderit që na ndoqët.